Shko, kape që mix. Wow, kapje mirë. E këtu. Gati. Wow, më falë që mix. Që mix. Ej, që mix. Ku shkoj? Ha? Veshi që mixit? Çfarë ndodhi aty? Më të ardhme shumë të afërme, do të lindi një epokë re. Robota për të gjithë. Robotët do jenë shokët tam, të gjithë në fund t'ja dalin ban. Robota për të gjithë. Shumë fuqi speciale kanë ata. Qindra modele do t'i gjesh, me njësi emocionesh do t'i kesh. Të mira me të keqen për plasën në luft. Nga të ditë, vendi ke një robot që i cili s'ka fi. Turbix, paku fijan fuqita. Turbix, nëse lash ne jemi atë. Turbix, nëse qitë më mirë të kenë fri. Robota për të gjithë. Turbix. E kam emrin Don. Jam agenti fshet dhe mjeshtër i maskimit. Misioni im të shtiren si Zelda e Zirkonia dhe të rifitoj. Don. Abi, ti më zbulove. Dhe ti je maskuar me gjërat e mia. Wow, më duket se pas ke bërë banjo me parfum. Më fal, Abi, por kur një agent sekret punon me fshetësi, ai duhet të duket i pashëm dhe të mbajë herë të mirë. E kuptoj. Ndonjëherë më pak është më shumë. Kuptova, misioni, pa dukshmëria. Si thua vetëm për fjongon, do duket shumë mirë. Patyshim. Por ajo është e preferuara ime, kështu që mos e humb. S'do ta bëj. Abi! Shkemi Connor. Le të shkojmë, lëviz, një robot tjetër ka ikur. Ai është në park, është një mix mat, kështu që nxito. Një kafsh? Skanimi ultrasonik u krye. S'ka të Në dhëna. rregull, un po kërkoj këtej. Kush është ai budalla që ka hedhur këtë ëmbëlsirë kaq të mirë? Mong, Ha, gjeta ndonjë gjë? asgjë. Shkemi! Në këtë vend u zhduk ai? Kemi kërkuar në të gjithë zonën. Me këtë bëhen 3 robot të humbur. E drejt, në fillim një bebi gjashtë rrëmbyen nga kopshti. Pastaj një mozarelik u zhduk kur po shpërndante picat. Ata e gjetën ende të nxehtë picën, por roboti nuk gjendej askund. Duhet të jetë ndonjë alien robot ngrënës nga hapësira. Ç'lloj përbindësi nuk do ta hante një picë. Mong, po kjo është një çmenduri. Jo, nuk është, po ta them unë. Ky përbindësi nuk ka për të ndalur derisa të mos ketë mbetur asnjë robot në qytetin Fluc. Mong, mjaft. Duhet ta kisha ditur se në teorinë tënde do të përfshijë edhe ushqimi. Po ç'të keqe ka këtu? Prit një herë. Kush do t'i donte të gjithë këta robot? Po, kush? Po. Un kam një ide. Doktor K? Po, si është puna me të? Një gjë është e sigurt që nuk është as pak simpatik. Ai ka qenë kolegu i babait tim te Robix Corp. Babai yt? E kush është babai yt? Ai është profesor Nemo. Wow! Mos po kërkon të thuash që babai i robotikës moderne është babai i Helës? Po, ai e bëri kaq të madh Robix Corp. Ai shpiku njësinë e procesorit të emocionit që e kanë të gjithë robotët. Wow! Unë nuk e dija këtë gjë. Po, dhe Ela i njeh të gjithë në Robix Corp. Doktor K ka qenë i çuditshëm edhe atëherë. Megjithatë nuk e kam kuptuar akoma pse u largua. Unë po pyes veten. Mendoni se kishte Solex atje? Po. Ishte Solexi ai që vrau baban tim. Ai? Kështu është. E si? Nuk kam për ta ditur kurrë me siguri këtë. Çfarë zjarri? Shpërthimi ishte në faqet e para të Oh, po, më fal Hela, s'duhet ta kisha thënë këtë. Jo, nuk ka problem. Shqetësohem ç'mund të bëj Solexi nëse bie në duart e gabuara. Të gjitha shenjat na çojnë tek punët e këqija të doktorit K. Zakonisht na gjen ai ne. Prandaj këtë herë si do ta gjejmë ne atë? Unë vë bas që do ta ketë bërë gati planin për ta rrëmbyer robotin tjetër. Nxirrni në barë të keqen brenda jush. Përfytyroni sikur përpunoni ta bëni botën një vend edhe më të keq. Njerëzit ju udhëheq. Mund të bëhesh edhe më i keq, vetëm duke. Këtu është Shqiponja e kuqe. Asgjë për të raportuar nga pozicioni ynë. Grenza si më dëgjon? Zona 3 është kodi gjelbër. Jam Grenza, marrje. Më mori uria, marrje. Mjaft, Mong. S'ka lëvizje këtu ku jemi ne.
Marje. Falos insektet. Ekspozohet insekti. Hej! Çfarë po? Më duket se na zbulove. Zbulove? Mos u shqetëso, ne jemi në rregull. Po përpiqemi të zgjidhim një krim. Kush? Mos. Se vazhdo të thuash ne. Ku është Dondoni? Kush është ky? Roboti im. Ai ndodhi këtu pranë meje. Kohët e fundit ka ndodhur shumë rëmbi me robotësh. Mos. Jo. S'mund të shoh. S'duhet të kisha dalë kurri vetëm në një mision. Ai duket akoma i uritur. Mos abi. Robotat për të gjithë Klubix. Robotat për të gjithë Klubix. Au! Mos! Turtiki! Unë mama në vë përqata! Uri të dezertoj, për nuk duhet të bëhem ambësirë! Mos! Jam të bëriri që të riciklohem! Don! Sot, urej të ha dhe të vrapoj. Por, mirë pafshim. Hej, ktheu këtu. Jam e mirë së kalym nga gardi, e di. Ej, Djema, mos e lini të largohet. Të doja të rria të bisedonin, por Kape atë Kujdes, Kubix. po i. Hej, edhe ty t'kam qetë, por kujdes, mos më gërdish. Ai është një disposik si modelit më 7. Ne e kapëm. Atëherë, çfarë du të bëjmë me të tani? Se kisha menduar këtë. Do përpiqem ta marr në pyetje. Do ta bëj të rrëfehet. Prisni! Hej, Djema, a gjetët gjë? Hej, e janë në fest. Ku është Dondoni? Nuk e Çfarë di. është ndoni? E po, ndoshta disposik si e ka i qurqafe? Çfarë? Hej, unë s'kam lënduar kur as kënd, përveç asaj here në departamentin e higjienës publike. Seria Disposix më 7 ka grimca standarte acidi të mbeturinave të aliazhit të metalit. Kjo do të thotë se ai mund ta haj Dondonin dhe nuk do të ngelet asnjë gjë. Kush? Unë? Në keni kesh kuptuar. Unë kam qenë me dietë. Shirë bujnojsim! Don! Ka i ba! Isha shumë e shqetësuar për ty. Madje mendova se të hëngri dispoziksi. Ha, pra ti e Dondoni. Don, çfarë ke? Çfarë? Ç'të ka zëri? Duhet të kesh ndonjë lloj virusi. Duhet i themi Helës që të bëjë një kontroll. Lëre të largohet Kubix. Shumë faleminderit. Nuk po ria dot më ashtu. Të kërkoj ndjes, ne dyshuam që ishe ti Po Disposix. kur ke një gojë të tillë, fillon e mësohesh. Po, nuk ishte e drejtë që ta akuzuam ty. Na fal. Hej, fëmi, mos u mundoni. Ishte një mrekulli, por duhet të hiki. Mirupafshim Disposix. Tash jemi Dondon. Gjithsesi, le të shkojmë të bëjmë një kontroll, Don. Pra, detektiv, keni përparuar? Të paktën e dim kush nuk ka qenë. Nëse këtë e quan arritje, Mua sa po më erdhi një mendim. Çfarë? Unë nuk jam shumë i bindur që është doktori K. Ai zakonisht merr Solexin dhe i lë robotët. Të lutem shtriu, Don. Zoti madh. Sistemi i zërit që nga prishur nuk mund të gjejë një të ri deri nesër. E kuptove, Don? Do të rregullojmë nesër. Të bëhet këtu. Duket si një dark dhe unë nuk jam i ftuar. Me siguri ftesa ka humbur gjatë dërgimit. E gjen dot kush ka ardhur për dark. Fillojmë festën! Hej, vogëlush, më pëlqen s'ke bërë me këtë vend. Mos u ço, do hy vetë brenda.
Po vi! Hej, mos ki frik, nuk të bëj asgjë! Abi, do ndoni ytësht ai? Po, çfarë po ndodh atje lart? Nuk do ndjesh asgjë! Me këmotale mund, sigurisht që do ndjesh! Dondon, çfarë po O, bën? mos, do shjeme së shpeti! Pa shiko dhomën time. Çfarë ke bërë kështu? Sa po e pastrova? Bokën e drejsh të do zruf, e di ta me qia. Mjaft. Ai, ma, ojro. Mos u kthe derisa të kesh mësuar si të sillesh. Dhe gjeje fjongon time. O, bitnëm, a nërë me do fëtrojlëm. Mirë faso. Oh. Dondon! Ha? E me jetë e të njërorë në shqemi si njëra penolek në qap. E ma më do të rëmi se mija. Ne më shqemi në trukë në shqionë në mija e sëpis. Mendoj se prindrit e mi do duan të më ndajnë ca kohë nga Dondoni. Mund ta mbash te shtëpia jote? Vetëm për një natë. Sigurisht, pa problem. Dondon, sillu mirë. Mosh me shqip rrugët, i tha me shqip rrugët, me shqip rrugët. Gjithë kë mundin për të ngrënë darkë. Sa është ora? S'ka ko për anën e dytë. Qfar? Qfar ka që nuk shkon me detektorin tim të Solexit? Duhet jetë prishur kurash nga krevati. Vjetërsire keqe. Solexi. Sa dalëm fruta, shqumë është akullore e mërësira, dritra, gjëvret. Sa dalëm fruta, shqumë është akullore e mërësira, dritra, gjëvret. Erdhe kolla e drekës! Ja ku takuam përsëri apo jo? Ç'kemi delosh? Nëse më shtret më fort do të zirlëm po kruhem pak. Pak më poshtë. Mos vjetar nga e shapët. Ej, më klush, po thuaj qepura. Me restruar, se do të digjet në një qark. Kubiksi e paska kapur dispoziksin. Po përse ai po e sill këtu? Ky kubiksi është çështë i heshtur por i tmerrshëm. Hej, sa mirë që jemi këtu në Body Spit, me që jam këtu pse nuk më kontrollon në gojë. Hej, si shpuna më klush, mos thash gjë, më nga dal. Kubix, lëre të shkoj. Dispoziksi nuk më bën asgjë. Nuk ka Dispozix, nuk ka për të ndodhur. Mos e përmend fare. Dondoni do të rregullohet sot. Çfarë? Më duket se festa mbaroi. Dhe unë sa po fillova të pëlqej këtë vend. Dondon, qetësohu. Ku do të bëri ky sistemi i zërit? Dondon! Nga kjo anë! Një nga rrugë! Ndodh me atë Dispozix? Është Solexi. Solexi?
Por, një këshill, mos birë mbi detektorin e Solexit. Nësa ata fëmijët e vegjit nga Trestar dhe Kubiksi më prishin pun, kam përgatitur një surprizë të vogël për ta. Erdhi koha. Katastrofë! Kubix, ti kujdesu për Disposixin, ne po nxjerrim Dondoni nga makina. Rezisto, Dondon! Shkojmë! Nuk mundem! Nuk po hapes! Duhet të takohemi më kështu. Kubix! Kolosal! Kapa të kanaqe të vjetër! Doktor K! Më pëlqen kur më thrasin emrin. Edhe gjithashtu më pëlqen shumë edhe muzika metal. Katastrofë na bëjt të muzikë. Mos jemi takuar gjë më parë. Është ora e shfaqjes. Si është puna Disposix, duke shpak i skuqur, më lërë të të ndihmoj. Ma je pa të. Lëshoje të thash. Lëshoje, mjaft, mirë ka udon. Dondon, a e mirë. Qfar? Do një cop nga unë? Më more një cop, tani sot më quani më të armatosur dhe të rrezikshëm. Kolosal! Hiqe qafa të gjën. Të lumt, Kubix! Disposix është në rrezik! Qik, kujdes! Mos u shqetësoni, jam në rregull, jam mirë. Je i sigurt? Katastrofë! Bashkohuni! Kubix, si është ai? Shpresoj që ajo gjojet ose ke tretur nxjerrësin tim të Solexit. Kubiksi nuk mundi ta ndalonte sulmin e Kolosalit dhe Katastrofës. Unë jam i bindur se dhe ata nuk dinin si të ndalonin. Do ta quaj një katastrofë kolosale. Si thoni për një dhurat me që po largohem? Surprise! Bani ragas! S'mund të shoh.
Ja pra, agenti sekret Dondon, ti kishe të drejtë që nga fillimi. Agenti Dondon gjithmonë e zgjidh çështjen. Ej, me që po flasim për agent, kush më solli në këtë vend? Po bëja shaka. Jemi një skuadër e mirë, por vërtet ç'po bëjmë këtu? Nuk më kujtohet asgjë. E po hidh një sy? Me pak fjalë, ti ke ngrënë 3 robot në vend që të haje gjëra të riciklueshme. Do t'i transferojmë të dhënat e njësisë së tyre pasi të riprodhohen nga Robix Corp. Pra ata do t'jenë si të rinj. Pas kësaj, pse nuk punojmë për të gjetur disa materiale të reja për dispoziksin? Po! Hej, me që po flasim për materiale të reja, edhe mua më duhen ca po vdes për të ngrënë. Dhe doktori më thotë që nuk ka marrë hekur sa duhet. Hej, e thash për të qeshur unë të, Rubik, pas ku fijan fuqita Rubik, nëse lash të jenë